Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV, duke ndarë me ju ngjarjet më të fundit dhe dinamizëra që kanë të bëjnë me artistët shqiptarë. Do të ndaloj tek një thashe them që po përflitet lart e poshtë për Egli Takon, e cila ka bërë një veprim të papritur, ka hequr nga Instagrami i saj edhe reelsin apo fotografin që ka patur me Xhenin, shokun e saj të ngushtë. Thuaj që Gjesti është xhelos, unë këtë gjë nuk e besoj sepse Gjesti ka treguar një afrimitet shumë të afërt me Xhenin dhe nuk ka për çfarë arsye të mbetet xhelos kundërdrejt Eglit. Në epokën digjitale ku çdo veprim në rrjetet sociale vlerësohet, analizohet dhe përkthehet në sinjale të lidhjeve personale, edhe fshirja e një fotografie mund të bëhet lajm. Dhe kur bëhet fjalë për figura publike që janë vazhdimisht në syrin e publikut, çdo ndryshim, sado i vogël, përjetohet si një deklaratë e heshtur. Dhe këtë javë, vëmendja e ndjekësve në Instagram u përqendrua tek Egli Tako, partnerja simpatike e artistit Gjesti. Dhe më konkretisht tek fakti që ajo ka fshirë nga profili i saj një reels me mikun e saj të ngushtë Xhenin. Ky veprim ka ngritur me njëherë teori e dyshime në publik. Mos vallë Gjesti është xhelos për Xhenin, mos ka ndodhur ndonjë krisje në miqësinë e tyre, apo mos vallë kjo është një shenjë që marrëdhënia mes Eglit dhe Gjestit po kalon në një krizë. Por e vërteta është më larg nga thashethemet dhe shumë më afër një vendimi të ndërgjegjshëm që lidhet me formimin personal të Eglit dhe rrugtimin e saj të ri si person publik. Që nga momenti kur publiku u njoh me Egli Takon nëpërmjet historisë së saj të dashurisë me Gjestin, ajo ka arritur të fitojë simpatinë, admirimin dhe ndjekës besnik, pavarësisht se nuk ka qenë asnjëherë protagoniste në shumicën e rasteve. Prezenca e saj në jetën e Gjestit gjatë Big Brother VIP Albania 4 e solli Eglin edhe më shumë në vëmendje të publikut nga ajo se çka qenë. Gjatë gjithë kohës që ai ishte në shtëpi, ajo u bë zëri i tij jashtë, duke ndarë ndjenja, mbështetje dhe mesazhe publike që preknin çdo ndjekës, por pas daljes të Gjestit nga Big Brother VIP dhe rritjes së marramëndse të interesit për të dhe për lidhjen e tyre, Egli ka nisur të marrë hapa të qartë drejt formimit të një profili të vetin, më serioz, më të kujdesshëm dhe më të përqendruar në një imazh profesional. Në këtë kontekst, shirja e fotove me Xhenin nuk ka të bëjë as pak me ndonjë ftohje në raportin e tyre personal. Përkundrazi, të gjithë ata që i njohin nga afër dhe e dinë se Egli dhe Xheni kanë një miqësi të vjetër, të sinqertë dhe të qëndrueshme, po ashtu nuk ka vënë për aludime se Gjesti është xhelos për këtë raport. Në fakt, Gjesti dhe Xheni gëzojnë një marrëdhënie të mirë, me respekt dhe bashkëpunim të ndërsjellët. Ata janë parë shpesh në ambientet e njëjta dhe gjithçka tregon se midis tyre nuk ekziston asnjë lloj tensioni. Zgjedhja për të hequr fotografitë është thjesht edhe vetëm pjesë e një procesi më të madh, ndërtimi i një profili të pastër, të përqendruar dhe të menaxhuar në mënyrën profesionale. Egli, e vetëdijshme për rritjen e interesit publik ndaj saj, ka nisur të strukturojë profilin e saj në Instagram si një hapësirë që pasqyron jo vetëm jetën e saj personale, por edhe ambicjet e saj në fushat si moda, media dhe ndoshta edhe televizioni. Dhe për këtë ajo po zbaton një nga rregullat e pashkruara të rrjeteve sociale moderne, më pak postime spontane, më shumë përmbajtje e kuruar. Është e rëndësishme të kuptohet që në botën e rrjeteve sociale, sidomos figurat publike, çdo veprim vlerësohet nën lup. Nëse lë një koment, nëse fshi një postim, nëse shton apo heq dikë nga ndjekësit, çdo gjë lexohet si një shenjtërim ose refuzim i një marrëdhënie, por kjo nuk është gjithmonë e vërteta. Shpeshherë fshirja e një fotografie është një akt organizimi, jo distancimi. Në rastin e Eglit, kjo lëvizje është shenjë e qartë që ajo është duke kaluar një profil personal në një profil publik ku çdo postim, çdo imazh ka një qëllim të caktuar dhe për këtë ajo po tregohet e kujdesshme, matur dhe e vendosur. Ky është vetëm fillimi për Eglin pas Big Brotherit, pavarësisht se publiku e njeh aktualisht si një këngëtare, në marrëdhënie me Gjestin, Egli po punon që ta ndërtojë emrin e saj si një individ edhe më shumë.
Dhe kjo nuk është as pak e lehtë, sidomos kur je i lidhur me një artist që është në kulmin e vëmendjes. Por mënyra se si ajo po menaxhon këtë ekspozim tregon shumë për karakterin e saj. Pa skandale, pa buj, pa nevojë për vëmendje të hapur, Egli ka zgjedhur rrugën e heshtur, por të qëndrueshme. Në këtë rrugë ajo vazhdon të mbështesë gjestin, të mbajë marrëdhënien të shëndetshme me miqtë dhe të ndërtojë me kujdes një identitet të saj që në të ardhmen shumë mund të admirojnë. Dhe nëse një ditë Egli do të jetë një figure plot në ekran, në sken apo në media, do të kujtojmë këtë periudhë si momentin kur ajo mori kontrollin e imazhit të saj dhe nisi rrugtimin me dinjitet, klasë dhe vizion të qartë. Pra, fshirja e disa fotove nuk është fundi një miqësie, është fillimi një faqeje të re dhe në këtë faqe Egli nuk po flet me zë të lartë, por po thot shumë me zgjedhje, me maturitet dhe me vizion. Kjo është Egli Tako dhe shoqëria e Eglit me Xhenin, me patjetër që është një shoqëri e vazhdueshme, me patjetër që është një shoqëri në rregull, sepse Xheni ka treguar njerëzillik dhe i ka qëndruar Eglit pranë në të mirë edhe në të keqe. Xheni në Big Brother vërtet hyri si një banor, por respektoi shoqërinë, respektoi nivelin në të cilin Xheni po e ndërton autoritetin e tij. Dhe në këtë formë, Xheni dhe Egli kanë një sukses, kanë një shoqëri, kanë një mirësi të dy së bashku që kur kanalizohen këto gjërat, tregojnë marrëdhënien e tyre fantastike. Dhe pikërisht është po kjo Egli Tako që po ndërton dhe po përgatit Instagramin e saj për të sjellë së shpejti projekte dhe në qoftë se diçka nuk ekziston në një rrjetin social, nuk do të thotë që e marrëdhënie ka marrë fund. Jo çdo gjë që bëhet publike është valide, jo çdo gjë që nuk është publike është jo valide. Përkundrazi, domethënë, marrëdhënia e tyre, unë jam shumë i bindur që është në rregull krejt. Xheni edhe për intervista të ndryshme ka dhënë detaje për Eglin që domethënë kanë komunikim, kanë shoqëri të përbashkët dhe vazhdon të jetë e komentueshme shoqëria e tyre dhe çdo gjë është në formën siç duhet të jetë. Ju vazhdoni të na ndiqni në kanalin Monitor TV sepse më besoni kemi lajme shumë të bukura, kemi lajme shumë bombastike, kemi lajme shumë të vërteta që kanë të bëjnë me artistët shqiptarë, që kanë të bëjnë me karrierën e tyre, që kanë të bëjnë me artin e tyre, që kanë të bëjnë me jetën e tyre.